Ju nuk jeni njeri i luftës, ju jeni njeri i cili e keni qarmatosur që kanë. Spari, intervenimin e NATO-s nuk e ka sjell suksesi i Rambujes edhe dokumentit Rambujes, por dështimi i Rambujes. Pra intervenimi i NATO-s vjen pasi që dështon Rambuje, jo pasi që ka sukses. E dyta, unë kam qenë kundër dokumentit të Rambujes, sepse aty flitet për autonomi për Kosovën, kuadrë Serbisë, në kuadrë Jugoslavisë, dhe për shkak se flitet për qarmatosën e UÇK-s. Unë kam qenë kundër qarmatosës UÇK-s. Ju nuk jeni njeri i luftës, ju jeni njeri i cili e keni qarmatosur UÇK-n. Pra, pozitat që i keni marrë në politikë është sepse në një keni braktisë shqiptarët Malzin, Lugin, Preshevës edhe në Maqedoninë Perëndimore, e jeni kufizuar vetëm pavarësitë Kosovës e keni shkel betimin e UÇK-s, dhe e dyta për shkak se e keni qarmatosur UÇK-n. Kur e keni qarmatosur UÇK-n, ata juve ju kanë thënë, tash ju bën edhe bubo kryeministri i qeverisë përkohshme. Dhe ju keni qenë kundërshtar vetë më i madh i Rambujes, deri në momentin e fundit. Mas shumë të ju e keni kundërshtuar Rambujen, e çka ju kanë bën në fund nuk e di. James Rubini thotë që keni pranuar me lut në një film Hollywood atje. Domethënë nuk e di çka ju kanë bën në fund, por kundërshtari më i madh keni qenë pikërisht ju. Asaj përket 10 shkurtit, vrasjen e ka bë policia unë mikut, ndërkaq ju vetëm që e keni mbështet edhe e keni përgatitur politikisht atëherë, por këtë gjë po e bëni edhe sot mas 6 vjetëve. Dhe kjo është për t'ju ardhur turp.